çmimet e këtu, a ka ndoshta, ose a mund t'jetë edhe kostoja e prodhimit edhe e importit e justifikueshme me këto çmimet? Kështu, kostoja e prodhimit... Me këto rritjen e çmimeve, pra konkretisht që potencialisht pritet ndodh. Kostoja e prodhimit nuk është arsyeja pse po rritet çmimi i energjisë. Pra, kostoja e prodhimit është pak shumë e njëjta. Ke kushet dikon me 36 euro në megawatt. Po prodhimi nuk është i mjaftueshëm. Kjo, kur të flasim për energjinë, nuk mund më fol kështu në kuptim afat shkurt, sepse industria, sektori është i atill që çdo investim mas pari kërkon investim në kapitalit madh dhe kërkon kohë për ndërtim të kapaciteteve të reja. Kjo nuk ka ndodhur fatkeqësisht për një kohë goxha gjatë, edhe me qenë se s'ka ndodhur, konsumi i energjisë është shku të rrit, atëherë ballafaqohemi me një situatë e cila, që thash edhe ma herët, ta bën tregun goxha të ndjeshëm ndaj importit nga jashtë. Se problemi nuk është çmimi i gjenerimit në Kosovë. Çmimi i gjenerimit në Kosovë është pak shumë i njëjtit, stabil, çaj që është. Po, Dardan, ashta mund të konsiderohet edhe si njëra ndër arsyet për këto dhe mungesa e burimeve alternative për energji? Po, tash strategjia që është një shtet e dizajnon sistemin e vetë energjetik, pa tjetër që ka rol në sa ka stabilitet energjetik. Na tash e kemi një strategji të re, që tash e kemi qelë 2 ankande, në fakt njëri ankand është kry, ankandi i 100 megawattve solare, është fitu me pej lindjes, është një investitor prej diasporës që ka ardhur në Kosovë, është njëri prej investitorëve çmimi me të cilin e ka fitu ankandin në çmim shumë i mirë, dhe tash jemi në proces të ofertimit të ankandit të dytë me erë. Tash kur diversifikohen burimet, kështu, kjo me kohë në momentin kur këto në kapacitete hinë në prodhim, atëherë çka nënkupton kjo? Nënkupton që nevoja për import në kohrat kur nevoja për import është ma e madhe zvoglohet. Edhe që kjo më hasnej natyrshëm na ndikon neve në rritjen e stabilitetit të brendshëm energjetik, të brendshëm në kuptim të prodhimit. Masnej edhe çmimi mundet me qenë pak ma i arsyeshëm, pak ma, edhe pse do në zamër ka pak edhe është i arsyeshëm, se na e kemi energjinë prej ma të lirave në Evropë, për shkak se prodhimin perimare kemi prej qymyrit, cili është kemi bëllë. E pse po diskutohet, Dardan, kjo çështja e çmimit të energjisë, pse po shit kaq problematike realisht? Po që sa të rritet çmimi jo veç energjisë, po i gjithë shkafit nuk është mirë për kështu, nuk është mirë për qytetarët. Kërkush s'ka qef me pagu ma shumë, asone. Mirë, po mendoj që diskutimi për energjinë, duke qenë kështu sektor goxha specifik, duhet me ushtru në një rafsh pak ma shkencor, pak ma të arsyeshëm. Kishte me qenë mirë që në qëto diskutime publike me ekzistu edhe do institutet cilat dalin me do analiza të mirëfillta rreth kalkulimit të çmimit, pranimit të shpenzimeve nga zëreja. Pra, diskutimi mu bo në një rafsh pak ma profesionale, pak ma shkencor, sepse i tillë është edhe sektori. Kur të flasim për në sektorin e ushqimit, pak a shumë janë sene që krejti i kuptojmë, sepse kështu në përditshmëri kemi kontakt me to. Kur flasim për energjinë, edhe vetë termat të përdorën janë pak ma teknik. Nështë edhe zëreja, ajo zyrja për në komunikim, du të me pas i rol pak ma aktiv që dokumentat me i bo pak ma të qasshme, jo në kuptim më pas qasje për to, po pak me i thjesht zunë, hështa me do grafikona e s'pëdi, se nuk marrë vesh në strategjit të marketingut e të marrëdhënieve me
publikun, por nështë i zhosh me kontona që pak ma të qashme dhe ma të kuptushme për qytetarë që me unit përfshim proces dhe me kon pak ma transparent. Po, a ka ndoshta Dardanet dhe hapësirë për krijimin e politikave më efikase për këtë çështjen e menaxhimit konsumit dhe ndoshta një ndihmu sadopak qytetarëve se si duhet të koordinojnë ashtu këtë çështjen e shpenzimit